Si e patë bordin e paqes me Donald Trump, e dim që presidenti Osmani i ka taku më shkuatje për shkak që kushtetuta i jep më shumë kompetenca presidentës në këtë aspekt për politikën e jashtme, sepse u bë një farë lloj diskutimi, një farë lloj mjegulle, pse nuk po shkon Keshe Kurti, po shkon Osmani, po është kështu që dënë kushtetuta e Kosovës në këtë rast. Çu shep e ke këtë zhvillim? Spare, po duhet me përmend që Trumpit nuk i ka interesu shumë kushtetuta e Kosovës. Që ta kemi të qartë, si ka interesu shumë Trumpit kushtetuta e Kosovës. Problemi, çështja është kështu. Duhet mi interesu kushtetuta e një shteti gjithkujna, se është shumë serioze nëse ti e nënvlerëson kustetutën e që ati që ke kontribu për me kriju shtet. Veç pak, kushtetuta e shtetit duhet me interesu politikanëve të shtetit. Po kështu ka vepru si pas kustetutës edhe presidentja. Pse jo? Pse atëherë e thirrje Diramën. Se tash tjetër sen është... Problemi është, çështja është kështu. E kemi pas në një çështje, e kemi pas në një situatë më herët, ku i kemi pasën dy kongresmen, nëse nuk gaboj. Edhe janë pyet direkt. A është filon Fisteki me emër, me mbi emër, ai që i pengon marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën. Përgjigjja ka qenë po. Edhe ne tashti nuk mund të presim që të ketë ftesaj. Për te i kësaj, e thamë që presidentja Osmani, po s'pare jo në e shafë si diçka të jashtëzakonisht mirë për Kosovën për shkak se tregon një rreshtim të Kosovës. E para. E dyta, unë e pash ajo që ka e tha presidentja që fliste për veton e Rusisë... Me OKB-n? Po, mendoj që... A të do ke nëzitume kjo? Jo, kjo ke nëzitume, për shkak se na nuk jem të e pritën me këtë farë bordin e paqes, nuk është të ndërtu një farë OKB-ja tjetër. Për shkak se na, e kem të qartë që tani po jemi në periudhën e ramjes një rendit vjetër botnor, po krijohet një rend i ri. E dim cila është qasja e Donald Trump me shumë organizata ndërkombëtare. Kjo është diçka e re, po ne e shoh si një mekanizëm, diçka përtej asaj, po nuk do të thotë që është momentalisht spaku që po shitet. Nuk është që po ndërtohet diçka e re krahas rendit të ri botëror. Është një organizatë multilaterale, cilës i prin Donald Trump për arsye të shumta, po sido që t'jetë. Prezenca jonë atë është mendoj jashtëzakonisht e rëndësishme. Për shkak se ka qenë koha ndoshta që ne ta kemi të qartë orientimin tonë, për shkak se deri tashti apo deri para pak kohësh ka qenë goxha e paqartë. Pse po e përmendi presidentën dhe kryeministrin? Ne e dim gjithashtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo eksponent rëndësishëm politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më herët kanë thonë që kontakti jonë me të cilin ne bashkëpunojmë dhe i ndërtojmë marrëdhëniet është presidentja. Ka të bëjë shumë edhe me ata. Te kushtetuta, absolutisht, kushtetuta është bazë, cilën duhet me e mbrojtë dhe me rujtë politikanët e tonë. Edhe nëse politikanët e tonë e kanë shkel një 11 herë, pa kur farë pozitësie, edhe na po presëm që Donald Trump, kur e njofëm edhe çfarë është në mes tjerash, e bon për hir të kushtetutas tonë të harrojmë. Nuk thash që bon për hir të kushtetutas, po kriju ideja që Po, presidentja është, po, presidentja faktikisht është shefe e politikës të jashtme, po, me një bord të tillë, me një bord të tillë nuk do të thotë që ftohen veç njerëzit pse është shefi politikës të jashtme, apo pse është çka dijone një ministër i mira, aso. Në këtë bord ftohen njerëz apo institucionet që me cilat e jep edhe një mesazh. Këtu shumë letë mundet me qenë edhe çka dijon ne
mundet me qenë edhe nesh president. Pra ju konsideroni që marrëdhëniet me ndërkombëtarët me theks veçantë me amerikanët, Vjosa Osmani, presidentja pra, është ajo që po na i mban themelët dhe nuk po lëkujmë. Nora. Është e vetmja? Kjo është diçka që e dim gjithë. A bën veç ta përfundoj? Problemi është kështu. Në një situatë të tillë, shtetet komunikojnë me shtetet, do me thonë institucionet komunikojnë me institucionet. Edhe Albin Kurti e den, edhe Zonja Osmani e den që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një situatë të tillë dhe jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin dorë prej Kosovës. Mirë po, ata duhet me pas një vrim përmes cilës komunikojnë. Ku drejtohen? Ku drejtohen, edhe tashti. Zyrtari kështu. Populli i Kosovës, kush qysh përfaqësohet, ajo është tjetër punë. Mirë po, në momentin kur ata janë deklaru që i kemi marrëdhënie të ftohura me qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe popullin e ka ndarë anash. Cili është institucioni kredibil me të cilin ata duhet me komuniku. Çka po duhet të them unë, është e parëndësishme a quhet Vjosa Osmani, a quhet individual, po, s'ka kur gjë të bëj me institucioni ka rëndësi. Këtu është Vjosa Osmani si presidente e Republikës së Kosovës me të cilin institucion me të cilin komunikojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe këto përfundon. Ditën kur